Zoti Spajo, pse u desh që një përgjigje gjykatës kushtetuese ti mbledh nesër liderët, as kanë mujt këta pak ma herët, do më thonë këta vish duhet, apo ju vim vish një prisht, ose dikush që më thonë që vish duhet me bo? Kushtetuese ka thonë një përgjigje koti. Po, pse koti? Që ka thonë le të merren vesh liderët, po ata që bandë në shkallët bajgore, se atje në pojë, në Drenicë, me i vetë qëtash që me bo bre, thët le të merën brevesh 7 deputet, pëse s'po merën vesh. Po qak? Partit politik, që kjo përgjigje e tyne. Qështë ishte një përgjigje gjykatës kushtetuese edhe e qëbanëve të Kosovës është njësaj. Eron, profesor, e ke po një krasim falë, Eron, mi krasue ato gjyshtarë atë me të qëbanë është pak Eron, po mdoke, mas jam i fushës, atë njërës po vjen shumë është Eron, atë sa ta bo një përgjithsi. Vërtet është Eron, por... Faqë po thëmë, profesor, po definitiv shumë Eron, o pajtojmë që është Eron, po ata nuk kanë bo kur farë rrugëzidje. Naim Zaimi, stërni për Dervish Mitrovicës, njërit për themeluzët Shqipnisë si shtetë, ka dhonë një mendim shumë atë qartë edhe shumë besë konform kushtetutës të Kosovës, duke, thëtë qësha thëtë, qëfar do duhet ishte vendimi gjykatës kushtetuese të Kosovës, një, vendimi gjykatës kushtetuese vitit 2014 shpallet interpretimi gabuar dhe rrjedhimisht i pavlefshëm. 2. Ja procedurën se si mu zgjedh kryesia e kuvendit. Krejtësisht konform kushtetutës. 3 grupët më të mëdha parlamentare propozojnë nga një kandidat. Grupi më i madh 2. VVPDK, LDK. Po. Grupi më i madh 2 kandidat. Grupët që përfaqësojnë komunitetin serb propozojnë nga një kandidat. Se mund me konë një, mund me konë ma shumë. Po. Grupët që përfaqësojnë komunitetit jo serbe dhe jo shumicë propozojnë më së paku nga një kandidat, por mundën edhe ma shumë kandidat. Fund, lista me të gjithë kandidatët hidhet në votim të fshet dhe kandidatët që fiton më shumë të vota, pavarësisht se so, po më shumë të i kretë qytyne që ka propozohen, zgjidhet kryetar parlamenti. 3 tjerët zgjidhen nën kryetar. Prej komunitetit sërb, qaj që merë më shumë të vota, zgjidhet nën kryetar. Prej komunitetit jo shumit, qaj që merë më shumë të vota, zgjedhet nën kryetar. Në rast se thot numri i votave është i barabartë, po mendoj qoftë për kryetar ose qoftë për përfaqësues minoriteteve, se për këta tjerë s'ka rëndësi, nëse 2 nën kryetar kanë numër barabartë, atëherë ata të dy të zgjedhin nën kryetar. Qoftë për përfaqësues minoriteteve, atëherë votohet edhe një herë parlamentit, cilën për i tyre me bo kryetar, ose në këtë rast cilë mu zgjedhë nën kryetar nëse janë për shembull ashkalit e propozojnë një kandidat, egjiptianët e propozojnë një kandidat, ose turqit një kandidat. E kjo mundet mu bo në Kosovë, profesor, a? Po që kjo është konform kushtetutës. Pse? Sepse në këtë rast, lista e të votume merë shumicën e votave, kandidatët zgjedhen si pas asoj që është thotë kushtetuta, do më thonë, si mbas që kryetari në kryetari takojnë partisë më të madhe, këto tjerë në kryetar partive tjera. Po mundet edhe më s'me ndodhë kjo, në rast se votimi e shprej për shembull, supozojmë që shumica e partisë më të madhe nuk e dënë kryetarin e propozuar. Për shembull, ato antarën e vetë, edhe ja jep votën minoritetit ose ja jep votën dikujt tjetër, për një arsye ose për një tjetër. Këtë praktikë se kemi pa ma herët. Po në përgjithsisht, po prandaj është gjykata kushtetuese do të me dhonë një praktik, një udhëzim, se si me nxjerr për krize situatën. Edhe që ajo zgjidhje me qenë konform kushtetutës së Kosovës. Që kjo është mënyra se tash na shiko, kjo që ka thonë gjykata kushtetuese, kjo s'u kur fa zgjedhje, mas 30 ditë ç'a bëhet. Hajde po shkojmë zgjedhje. Po çto është diskutimi? Ç'ka bëhet? Shkojmë zgjedhje, i hupim ja 3-4 muaj me zgjedhje, me numrin votash me krejt. Mas një muaj bëhet prap ngërçi politik,
Prap, presim ja 30 dit, tjera mu formu parlamenti, nuk bëhet, shkojmë prap në zgjedhje, edhe kjo nuk na çon kërkun. Gjykata kushtetuese si një institucion i njerëzve të përgjegjshëm, njerëzve patriot, që çdo me kohën. Gjykata kushtetuese e Kosovës është pandam me Iranin, po me institucionet, me këshillin e Ajetollahëve në Iran, me njerëzit që janë të lidhur me Zotin. Pse kështu prof? Sepse këshilla e Ajetollahëve është gjykatë kushtetuese. Mund të shmullit këtu se je i fushës. Këshilla e Ajetollahëve është gjykatë kushtetuese e Iranit. Okej, po pse po bën si krahasime, po flasim se laik si na, por pandami është këtu. Nëse takohen për shembull kryetarët e gjykatave kushtetuese, kryetarët e gjykatës kushtetuese të Kosovës, për shumë nëse kishim me pas marrëdhënie me Iranin, i kishë romu taku me Ajetollahun. Presidenti me president, kryeministri me kryeministër. Mase jemi edhe Republikë Parlamentare, besoj që ndoshta ka pas mungesë profesionalizmi gjatë bërjes atij gjykimit. Unë e thash shumë mirë që aty besoj që thuja që më shumë i përngjan atij gjykimit të vitit të që përmendën ti dhe unë pak më herët se sa thuja, po unë mendoj që nestra besoj që Albin Kurti i ka thirrë mendjes edhe Albin Haxhi dhe besoj që kanë me lëviz për te aty neve dhe gjithë ky angazhim dhe gjithë ky njerëzim që po flitë çdo studio, besoj që kanë pak gjak shqiptarit dhe besoj që e din që mos t'i maltretojnë. Pse jeton po mendon që ka me ndryshu emrin nesër Albin Kurti? Qëre tash ju ka rënë përgjegjësia edhe më shumë se nuk ka lëviz edhe me në 90 kushtetutës, edhe me gjykimin e parë që përmend. Këta po jenë fajtor, po mënon çdo formë me zhyt edhe ish opozitën, faktikisht po nuk mund se ja ka dhënë sovrani dhe i ka votu. Asaj përket me ato fjalë të profesorit Fajtonat. Krahasime që e boni. Po dhe është shumë shtjeron, aty mos me pas hiç profesionalizëm, ama çysh e bënë me Iranin, profesori shumë keq, po sidoqë është mesazhi që ti vendimi po vendimi është katastrofal, profesor, shumë është i keq. Me çka mesazhi kryesor se mesazhi kryesor është kur gjithçka bëj. Merr në vesh, a ka thonë? Po çaj gjykimi i atij vitit që u tha i njëjtë, thuja veç e kam copy paste. Veç e ka caktu ky në fund një muj ditë, të paktën më marr vesh. Ai se ka pas çita, e ka pas mungesë. A kjo, a mu me krasu me Iran është e keqe? Po, profesor, se zakonisht të proceset politike shkojnë... Po, qdo akt vendimi, qdo gjikata... Jo me marën juridike, na bete kemi pru situatën më marë... Proceset politike du të me marrë veshë, jo me shku me anën juridike. Kjo është e ditun. Kër e bën aktet juridike, ti e bën me evitu situatat e ngërqëve, me evitu situatat e palakmushme. Ti nuk duhet me llogarit gjithmonë në vullnetin e mirë të partive politike, të deputetëve tjerë. Duhet me rregullu ashtu që interesi tyne me kon në akordancë me interesin e kombit, me interesin e vendit. A këtë që tha jetoni më mbledh parlamenti, ish parlamenti, kjo është nonsens, sepse, për shembull, dhe të morim raste ekstreme, se për me bo analizën du të me morë raste ekstreme në mënyrë që me po ma qartë. Nëse për shembull parlamentin aktual e hedh dikush një bombë, edhe i myt gjysën e deputetëve, a ma shumë, ose i raket, vjen gabimisht për Izraeli apo Irani, edhe bombë vjen, edhe çka bën KQZ-ja, i zëvendëson ata deputet me këta që kanë garu. Po, nëse ka ndodhur njëjta gjë ndaj ish parlamentit, qysh ka me i zëvendësue, për shembull nëse ish parlamentit s'ka kvorum, për një arsye ose tjetër, ose ka ndek, ose kjo nuk ka sens. Tash apo bën pyetja veç kështu se jo, vetëm po të sqaru. Vetëm parlamenti ka drejt me shpëndove të vetën. Okej, çto e kanë ndodhur. Por me disa akte juridike... A kem parlament nësët? Kem parlament të pak konstituuar. Dhe në qovë se na nuk kena kuvend të konstituum, na kena objekt, na kena karrige, na s'kena vendimarje. Në qovë se unë e vi sot këto, edhe nuk flas, unë jam viq objekt. Në më thonë, na kena
është fakt që kena, po na nuk kena ligj vendës, dhe më thonë, ata jenë objekt, sepse na zyrtarisht jem të folë për mos konstituim të kuvendit. Na s'kemi kuvend legjitim. Dhe kur them që në qofë se neve na u duhet, gjindemi para një situate kur kalojnë 30 ditë, dhe ne nuk e konstituojmë kuvendin. Cili është hapi tjetër, sepse kushtetuta nuk ja mundëson presidentes me qu me automatizëm vendin në zgjedhje pa kalu procedura në përmes kuvendit.